Drejtori I Zyrës për Kosovë dhe Metohi Petar Petković u takua me zëvendësdrejtorin e përgjithshëm për rajonin e Europës Perëndimore në Shërbimin Evropian për Punë të Jashtme, Emanuel Giofrei, I cili deri vonë ishte ambasador I Bashkimit Evropian në Serbi. Petković e informoi Giofren në detaje rreth situatës në të cilën jetojnë serbët në Kosovë dhe presioneve në rritje ndaj të cilëve ata janë të ekspozuar nga autoritetet e Prishtinës. Ministri për Integrimin Evropian Nemanja Starović u takua me Giofren më herët sot dhe dje ai bisedoi me ministrin e punëve të jashtme të Serbisë Marko Đurić. Rektori I Universitetit të Prishtinës me Selin e Kosovës Mitrovic Nebojša Arsić konfirmoi për Kosova Online se këtë mëngjes si shtotaj personat e panjohur me rroba civile kanë ardhur në rektoratin e universitetit me një kërkesë që Fakulteti I Shkencave Teknike të largohet brenda 30 dite ose të nënshkruajë një kontratë me Universitetin e Prishtinës. Arsić tha se të gjithë punonësit e rektoratit e befasuan në mënyrë të pakëndshme këtë mëngjes dhe shtoi se ata kanë informuar autoritetet më të larta të Serbisë për situatën dhe po presin të shohin se cili do të jetë reagimi. Antari I kryesisë së listës serbe Igor Simić paralajmëroi edhe një herë për pasojat nëse ligji I Kosovës për të huajt hyn në fuqi me 15 mars duke theksuar se kjo është një metodë administrative për spastrimin etnik të serbëve nga Kosova. Afërsisht 10.000 serbë do të jenë në gjendje të qëndrojnë në Kosovë dhe Metohi sepse nuk kanë dokumentet e Kosovës ose do t'i ndalohet të vinë. Nëse flasim për njerëzit që jetojnë në territorin e Kosovës dhe Metohis, veçanërisht në 4 komuna në veri, 7.000 njerëz do të mbeten në pikët kufitare Jarinje, Brnjak dhe Merdare me 15 mars, sipas këtij ligji, tha Simić. Në Hagë edhe sot ka vazhduar argumentet përfundimtare në gjyqin e ish udhëheqësve të OÇK-s Hashim Thaçit, Kadri Veselit, Jakub Krasniqit dhe Recep Selimit, të akuzuar për krime lufte dhe krime kundër njerëzimit. Prokuroria Holling theksoi se ata kishin një rol të fortë kolektiv si antar të shtabit kryesor, se kishte një qëllim nga ana tyre se kishin ndjeni për veprat penale dhe ushtronin kontrollin efektiv në terren. Kryeprokurori Akim Vest kërkoi dje që gjykata t'i dënojë ata me dënim të përveçëm prej 45 vitesh burg për secilin. Presidentja e Kosovës Vjosa Osmani ka caktuar seancën konstituive të Kuvendit të Kosovës për nesër në orën 12 pas konsultimeve me shumicën e partive parlamentare dhe shqyrtimin të nevojshës urgjent për formimin e institucioneve, miratimin e buxhetit dhe marrëveshjeve ndërkombëtare në përputhje me kushtetutën dhe ligjet. Presidentja vendosi të thrasë seancën konstituive të Kuvendit të Kosovës për nesër me 11 shkurt në orën 12. Sipas njoftimit të kabinetit të Vjosa Osmani, dje Komisioni Qendror I Zgjedhjeve konfirmoi rezultatet e zgjedhjeve parlamentare të mbajtura me 28 dhjetor. Politologu Aleksandr Shluka thot se vendosja për shkak të nxitimit për të formuar institucione do të gjejë një kompromis dhe do të zgjedhë një kandidat nga lista serbe si një kryetarin serb të Kuvendit në mënyrë që të respektojë vendimin e gjykatës kushtetuese dhe Kushtetutën e Kosovës. Analisti Nejmedin Spahiu gjithashtu beson se vetëvendosja do të respektojë vendimin e gjykatës kushtetuese dhe beson se këtë herë nënkryetarin nga lista serbe, e cila ka 9 nga 10 mandate të garantuara, do të kalojë votimin. Dushku Qelić, docent në Fakultetin Juridik në Mitrovicën e Veriut, vlerëson se Albin Kurti edhe një herë gjatë konstituimit të Kuvendit do të propozojë dikë nga komuniteti serb si një kryetar I cili nuk përfaqëson popullin serb në kuptimin e shumicës dhe I cili nuk ka atë lloj legitimiteti. Policia e Kosovës sekustroi armë, municion dhe pajisjet e tjera në një shtëpi të pabanuar në fshatin Petkovas pranë Leposaviqit dhe një person dyshohet lidhje me këtë.
Në deklarat thuhet se policia mori informacion se në shtëpinë e pabanuar mund të ketë armë të palishme. Njësia kompetente e policisë gjetën dhe konfiskuan 60 fshek, 3 korniza, një kuti metalike, një helmet ushtarak dhe gjaketën me stemën e Serbisë, një këllëf ushtarak dhe një shishe dhe një këllëf për një thikë ushtarake, një jelek antiplum dhe një çantë ushtarake, thuhet në këtë deklarat. Moti nesër do të jetë pjesërisht me vranësira në jug me shi, në mëngjes me borë ftohtë, në mëngjes dukshëm me ngrohtë gjatë ditës, por me erë të lehtë dhe të fortë juglindore. Temperatura mëngjesit do të sillet nga -2 deri në 3, kurse ajo maksimale ditore nga 6 deri në 17 gradë Celsius.